A e godet njeriu në syshi? Si shërohet prej tij? E kemi parë të gjithë se mësyshi është realitet me argumente të fesë islame dhe me vetë shqisa tona. Allahu ka thënë, e ata që nuk besuan, gati se të zhdukin me shikimet e tyre. Surja Kalem 51. Ibn Abasi radiallahu anhu dhe të tjerë gjatë komentimit të këtij ajeti kanë thënë, të marrin mësysh me sytë e tyre. Muhamedi alayhi salam thot, mësyshi është realitet. Nëse ka diçka që e kalon kaderin, caktimin e Zotit, ajo është mësyshi. Prandaj, nëse kërkohet prej jush që të pastroheni, pastrohuni. Transmetohet se Amr ibn Rebia kaloi pranë Sehel ibn Hanifit, që ishte duke u larë dhe tha, nuk kam parë si sot, sikurse kjo lëkurë e ruajtur. Pas pak kohe, Sehli ra për tokë dhe e sollën te Muhamedi alayhi salam e i thanë, ka ra në balë të hollë dhe ishte si i vdekur. Tha, kë e akuzoni për këtë? Thanë, Amir ibn Rebian. Muhamedi alayhi salam tha, pse dikush nga ju e mbyt vëllain e tij? Kur dikush të shoh diçka të mirë tek vëllai i tij, le të lutet për të me bereqet. Pastaj urdhëroi të sillet ujë dhe urdhëroi Amirin që të marrë abdes, të laj fytyrën, krahët gjerë në bryl, gjunjët e tij dhe brendësinë e pjesës së poshtme të ihramit. Pastaj urdhëroi që me atë ujë të përdorur të lahet Sehli. Po ashtu që mësyshi është realitet, e argumenton vetë realiteti në të cilin jetojmë. Dhe këtë nuk ka të drejtë askush ta mohojë. Nëse dikujt i ndodh kjo, atëherë ai duhet të përdorë shërimet sipas fesë islame dhe ato janë leximi i Kuranit. Muhamedi alayhi salam ka thënë, nuk bëhet rukje, lexim, përveç për mësyshin ose helmimin. Edhe Xhibrili i bënte rukje Resulullahu sallallahu alaihi wasallam dhe i thoshte, në emër të Allahut të bëj rukje nga çdo e keqe që të dëmton, nga sherrri i çdo shpirti ose syri të ziliqar. Allahu të shëron, në emër të Allahut të bëj rukje. 2. Kërkimi që të pastrohet ai që ka marrë mësysh, siç ishte rasti me Amir ibn Rebian, e pastaj me atë ujë të lahet i sëmuri. E sa i përket marrjes së ujit me të cilin është pastruar pas kryerjes së nevojës së madhe apo të vogël, kjo nuk ka kurfar baze. Ajo që dihet është ajo që u përmend më parë. Në mbrojtje nga mësyshi, nuk ka gjë të keqe, dhe kjo nuk është në kundërshtim me mbështetjen tek Zoti. Përkundrazi, kjo është mbështetje tek Zoti, sepse tevekuli është mbështetja në Allahun, duke i vepruar shkaqjet e lejuara apo të urdhëruara. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kërkonte mbrojtje për Hasanin dhe Husejnin kur thoshte, e lut Allahun që t'ju mbroj me fjalët e tij të plota nga çdo shejtan, nga çdo dyshim i tij dhe nga çdo sy i keq. Dhe thoshte se me këto fjalë edhe Ibrahimi alayhi salam kërkonte mbrojtje për Isakun dhe Ismailin alayhi salam.